Miliarderi Amerikan Brian Johnson, i njohur për përpjekjet e tij të pazakonta për të ngadalësuar procesin e plakjes, ka bërë të ditur se është diagnostifikuar me gastrit autoimun, një sëmundje kronike për të cilën aktualisht nuk ekziston një kur përfundimtare. Johnson, i cili ka investuar miliona dollar në dieta, analiza mjekësore, suplemente dhe rutina intenzive për optimizimin e shëndetit, ka treguar si sistemi i tij imunitar po dëmton qelizat e shëndetshme të stomakut. Stomaku im po e ha vetveten, ka shkruar ai në një reagim publik, duke përshkruar situatën e tij shëndetësore. Gastriti autoimun mund të shkaktoj probleme si mungesë të vitaminës B12, anemi dhe rritje të rrezikut për komplikime më serioze shëndetësore, përfshirë ndryshime në indet e stomakut. Sipërmarrësi, i cili u bë i njohur për projektin e tij të jetëgjatësisë, ka thënë se synon të përdor analiza të avancuara për ta kuptuar më mirë gjendjen e tij dhe për ta menaxhuar atë. Johnson ka shpenzuar rreth $2 milion në vit për monitorim të vazhdueshëm të trupit, ushqim të kontrolluar, ushtrime dhe procedura eksperimentale që synojnë ngadalësimin e plakjes. Megjithatë, disa nga eksperimentet e tij kanë shkaktuar edhe polemika. Në vitin 2023, ai provoi transfuzion gjaku nga djali i tij adoleshent, ndërsa më vonë pranoi se kjo metodë nuk solli rezultatet e pritshme. Një vit më pas, një procedurë estetike shkaktoi një reakcion të rënd alergjik. Pavarësisht diagnozës së re, Johnson ka bërë të ditur se do të vazhdojë përpjekjet për të kuptuar më shumë rreth biologjisë së trupit dhe mënyrave për përmirësimin e shëndetit afatgjat.